Jo, kjo është thjesht një përpjekje e turpshme që bëhet nga propaganda e Edi Rams, nga mafja e fjalës së lirë, për të mbuluar fakt në vetëm se për Edi Ramën nuk votohet kurrë. Nga foltorit e tij live, Sali Berisha ka marrë sërish përsipër të bëjë gjykatësin e moralit mediatik në Shqipëri. Ai u lëshua me gjuhë të shthurur ndaj një televizioni kombëtar dhe pronares së tij, duke etiketuar si mafja e fjalës së lirë dhe duke folur për miliona të grabitura mediatike me Ramën që përdoren për mashtrim. Përpara se të bëjë skanerin e mediave të tjera, Berisha do të bënte mirë të shpjegonte shqiptarëve se me çfarë parash, me çfarë burimesh dhe në çfarë interesash funksionon perandoria e tij mediatike. Ta akuzosh të tjerët për mashtrim, ndërsa menaxhon vetë një makineri të tillë të propagandës dhe fabrikimit mediatik me standard militant kafeneje, është kulmi i cinizmit politik. Nëse ka një politikan në historinë post-komuniste të Shqipërisë që nuk ka asnjë të drejtë morale të shqiptojë fjalën media, ai është Sali Berisha. Memoria e gazetarisë shqiptare mban ende shenjat e dhunës së pushtetit të tij. E ka nisur dhunën që në vitet 90, kur gazetarët rriheshin rrugëve nga shiku famkeq, vetëm pse guxonin të shkruanin kundër regjimit autokratit të ri. Djegja e një redaksie gazete në vitin 1997 është ngjarje pa precedent në Europën lindore. Kur i drejtohet Vjollca Hoxhës, pronares së Top Channel, me etiketime si Kumargjesh, Berisha prek pikërisht kufirin që nuk duhet kaluar kurrë ndaj një gruaje dhe një nëne që prej vitesh drejton me sukses një nga investimet më të mëdha mediatike në Shqipëri. Të sulmohet me një fjalor të tillë fyes dhe rrugaçëror është thjesht dëshmi e një dëshpërimi biologjik dhe politik. Kjo sjellje në fakt nuk është një aksident retorik, është fytyra e vërtetë e një lideri që përgjatë gjithë karrierës së tij politike është sjell si palaço me dinjitetin personal të grave, vajzave dhe nënave të kundërshtarëve të tij, duke shpërfaqur një mentalitet të prapambetur, patriarkal dhe primitiv. Mbi të gjitha, ky që akuzon sot pronarët e mediave se bëjnë korrupsion me Edi Ramën, harron se është vetë bashkëpunëtori dhe përfituesi kryesor i kësaj makinerie pushteti. Ditën lëshon mallkime e dënesa nga dritaret dhe foltoret, ndërsa natën firmosen lejet, licencat dhe statuset e investitorëve strategjik për bizneset e lidhura direkt me familjen e tij. Ata jetojnë në një simbioz të plotë dhe të lumtë me Ramën. Shqipëria e vitit 2026 nuk është më ajo e vitit 1997. Publiku mund të jetë kritik ndaj medias dhe ka plot arsye për të qenë, por kurrë nuk do të pranojë që leksionet e lirisë së shtypit t'i marrë nga njeriu që lirinë e medias e ka shtypur me zjarr dhe me leva. Shkrimin e plot mund ta lexoni te Gazeta Dita.